Në takime të tilla asnjëherë nuk mungojnë miqt. Sot kemi mysafir nga Peja, Prishtina, Malisheva, pastaj nga Gjakova, Kamenica, Skënderaj, Ferizaj, Vrenasi. Faleminderit shumë që keni gjithë kohë të jeni sot këtu me ne. Nuk mund ta kalojmë këtë promovim libri pa i dëgjuar edhe disa poezi. Do ta ftoj fillimisht zotin Shaqir Foniqi, një gazetar shumë vjeçar, por edhe një krijues i madh. Zoti Foniqi, ju lutem, mund të vini. Jam mëse i nderuar, madje edhe i emocionuar që gjendëm këtu në mesin tuaj, miq të dashur, të respektuar, i nderuara zonja kryetare Tanushi Selmanej. Miqtemi, jam po ashtu shumë i lumtur që po i shoh profesorët e mi, profesor Gritushi, profesor Galimorinin, profesor Veselzekaj, mikun tim klasës, Tren Buzhala, Mukeli, Ismetin ma, tashma, kam një pyetje për ta ku po e gjen gjithë të energji, të fuqi, i nderuar Mullah Gjevat, po t'i këllëzirë gjithë miqtë e mi, gjithë ju që jeni prezent. Unë po shpalos për herë të parë këtu, në vitin 1978 isha pranuar gazetar në televizionin e Prishtinës dhe siç ndodh zakonisht, gazetarët fillestar kanë dëshirë që shërimin e parë të bëjnë nga vendimja vet, e nderuar zonja Zarife, po ashtu, respekt. Për kuron si bashkon basës vetë se ja pas ka fillu shohë sa këtë rast me punu në televizion. Dhe kjo ishte një dukurit me ka ndodhë në gjithë gazetarë fillestar të televizionit Prishtinës dhe në tukët ka qenë premiera shfaqjes tu kalon e Koljakovës, Shtashaljanët apo ndër një shfaqje tjetër dhe unë edhe sot eroj atë material diku në arkivat e televizionit Prishtinës, biseda ime me të madhin Osman Rëgashi, si që njëhin ne, e kom pasur dhe profesor të artit në Kijev, por po them se klina në proporcion me numrin e banorëve të Kosovës mban primatin për shkrimtar, piktor dhe gazetar. Sipas një volumtimi tim, klina ka dhënë më shumë ti shkrimtar, piktor, akademik dhe gazetar. Gjithë duke pasur parasysh numrin e qytetarëve. Ceku miku i krem se kultura është gjithçka, madje edhe politika nuk ka as politikë pa kulturë. Kultura është kurrizi i kombi dhe po ja more kulturën, ai kom do të betet pa identitet. U përmend të Cervantesi, Miguel de Cervantes, ju e dini që ai ka qenë edhe rob nga piratët në Qil. Ai ka një shprehje se nuk ka libër në të cilin nuk gjen diçka të rëndësishme. Ky libër, këtu që keni, është një thesar i çmuar dhe unë kalifi e kam shtetuar dhe kam gjetur një shënim timin gjimnazistët e klinës në Sfirë. Pastaj jam i nderuar që vllai Tahiri, që i ka dashur shumë klinën, është mjaft prezent aty, që mos e zgjasë, unë kam një vjesh këtu që e kom shru përfuj se të në tren, duke ardhur, pas 20 vitësh kam ardhur me tren, po ashtu ishte një emocion i veçantë, fush Kosovë, Klin, i kom pare vjetër natyrën shumë bukur të Kosovës sot të dashur, dhe kështu kanë rrjedhë disa vargje, besoj që janë ma shumë, do me thonë se sa do një vlerëtisike. Në ty Klin, gjej lodhjen, qetësinë, bukurinë, femjerinë, rinin dhe pleqërinë. Në Klin, edhe lulja njonë, edhe lulja tharë, njësoj kalaronë. Të vi në Klin, nuk ngopën kotë, në Klin, dillin, haron të prendoj dot. Ju falenderoj. Faleminderit, zoti Foniqi.